Mirë, këto ishin zhvillimet kryesore, ne do të mbetemi në ngjarjet dhe zhvillimet e minutave të fundit, do të kemi mundësi që në këto momente të zhvendosemi në qytetin e Durrësit me një zhvillim që na vjen atje nga Durrësi, pra dhe nga gjykata në fakt, sepse sot ka dalë për mas siguri, gjykata ka cilësuar të lishëm arrestimin dhe më pas se ka lënë masën e sigurisë arrest me burg, arrestimin e Marian Kodhelit, djalit 25 vjeçar, i cili pak ditë më parë vrau të atin me thik. Kam në komunikim drejt për gjitha detajet e çfarë ka ndodhur kolegun Aldo Mustafa. Aldo, mirëdita, të përshëndes, jemi në komunikim të drejt për drejt, është parashitur 25 vjeçari në gjykat, cilat janë detajet, vuan apo jo nga problemet të shëndetit mendor, detajet që është parashitur edhe në gjykat, ku sërish në fakt është shfaqur i qeshur, dhe çfarë ka thënë ai në lidhje me dinamikën e ngjarjes? Ju përshëndes, atëherë së pari përsa i përket ngjarjes së sotme është saktuar masa e vlefshme arrestit me burg ndaj shtetasit Marian Kedheli, 25 vjeçarit i cili vrau babain e tij pak ditë më parë në zonën e Shkallnurit, ndërkohë përsa i përket masës së sotme, në fakt ka qenë një masë e cila ka zgjatur pak për shkak se fillimisht shtetasi në fjalë nuk kishte një avokat mbrojtës të përcaktuar nga familjarët, çfarë ka bërë që të përcaktoj gjykata një avokat për të, ndërkohë që është marrë koha e dur për të lexuar dosja dhe për të bërë verifikimet gjithashtu nga ana e avokates në sallën e gjyqit përpara se të niste seanca gjyqësore. Shtetasit Marian Kedheli janë bërë disa pyetje në lidhje me gjendjen e tij dhe nëse ai e kishte kuptuar atë çfarë kishte kryer pa krimin e kryer, por duke se shtetasin fjalë paraqitej mjaft i qetë dhe jo koshient në lidhje me këtë ngjarje. Nga verifikimet e avokates, kërkesa e saj dhe dosja që ajo ka lexuar të paktën në sallën e gjyqit dhe aktet shtesë, ajo ka kërkuar gjykatës që shtetasin fjalë të trajtohet në spitale të cilat të merren edhe me kujdesin ndaj shëndetit të tij mendor, pasi ai ende nuk e kupton peshën e veprimit që ka kryer. Sa kaq nga verifikimet apo le të themi nga hetimet e kryera më herët konkretisht në ditën e ngjarjes, prokuroria ka zbardhur detaje të tjera në lidhje me mënyrën se si ka ndodhur ngjarja dhe le të themi një pjesë tjetër të deklaratës së Marianit në ambientet e policisë së qytetit të Durrësit, ku ky fundit ka deklaruar se priste që të rikthej sërish në Francë, aty ku kishte punuar prej 6 vitesh si emigrant, ndërkohë që për shkak të vdekjes së gjyshes vetëm një javë më parë ka vendosur të qëndronte për të kryer le të themi dhe adetet e fundit familjare. Por gjatë ditës ku ka ndodhur edhe vrasja, i ati i tij e ka pyetur disa herë edhe i ka kërkuar shtetasit Marian Kedheli të qëndrojë dhe të kujdeset pak më shumë le të themi për familjen dhe për shtëpinë dhe gjithashtu për adetet që duheshin kryer në lidhje me vdekjen e gjyshes, dhe ky i fundit ka deklaruar se në fakt gjatë momentit që i ati i tij ka qenë duke folur, ka qenë në telefon dhe nuk i ka kushtuar rëndësi fjalëve të tij. Më pas në acarim e sipër Marian Kedheli ka deklaruar se i ati i tij është drejtuar duke e kapur prej fyti dhe kam ndjerë që nuk mund të merrja frym, ka deklaruar Marian Kedheli, dhe kam marrë menjëherë thikën më të afërt që ndodhej dhe kam qelluar. Ka qenë kjo deklarata e tij në hetuesinë e qytetit të Durrësit pranë drejtorisë vendore të policisë. Por një detaj tjetër le të themi i zbuluar ditën e sotme përkon edhe me largimin e tij nga banesa, i cili parimisht ka qenë le të themi në momentin që ka qelluar teatrin, ka mbërritur ëma e tij për t'i hequr thikën nga dora, e cila ka qenë duke punuar në fakt në Baçë me bagtin dhe me punët e shtëpisë, ndërkohë që ka dëgjuar të bërtiturat në banesë, është kthyer menjëherë duke hequr thikën nga dora. Në këtë moment Mariani është larguar nga banesa, por duke qenë se kishte harruar telefonin, është rikthyer dhe teksa ka parë që thika ishte fshehur, ka marrë një shufer metalike dhe ka qelluar edhe disa herë të tjera të atin në pjesën e kokës, duke lënë të vdekur në vend shtetasin 69 vjeçar, ndërkohë që më tej ka marrë celularin dhe është larguar nga banesa e tij. Prokuroria dhe hetuesia kanë kryer verifikimet në terren, kanë konstatuar shenjat në trupin e viktimës dhe gjithashtu kanë konstatuar edhe gërvishtje në duart e djalit. Pra kanë konstatuar edhe le të themi dëmtime tek Marian Kedheli, të cilat pritet të verifikohen nga dëshmitë e tij, janë dëmtimet që ka shkaktuar le të themi përplasje, konfrontimi fizik me të atin. Ndërkohë që për sa i përket verifikime psikologjike nuk janë kryer ende deri në këto momente, paçka se gjendja e tij
le të themi, gjendja e tij mendore paraqitet e rënduar për shkak edhe të ngjarjes që ka ndodhur. I pyetur nga gjykatësi në sallë se nëse e ka kryer Mariani vrasjen, ky i fundit ka deklaruar që nuk e di. Unë nuk jam njeri që sulmoj, kanë qenë fjalët e tij, dhe më tej gjykatësi e ka pyetur, po kush e ka vrarë 69 vjeçarin babain tuaj? Ai i është shprehur sërish që nuk e di, ndoshta mund ta ketë bërë dikush tjetër. Ka thënë këto fjalë në qetësi. Në momentin që nga ana e prokurorisë është ngritur pretenca për le të themi arrestin me burg dhe rrezikshmërinë e Marianit, Mariani ka bërë një ndërhyrje duke i kërkuar gjykatësit që këtë çështje ta gjykojnë në një moment të dytë dhe të qetë, pasi dhe vetë ai ditën e sotme nuk ishte i qetë, pasi kishte dëgjuar, pra le të themi, dhe një herë të gjithë rrjedhën e ngjarjes dhe verifikimet e kryera nga ana e prokurorisë. Sa kaq avokatja mbrojtëse ka kërkuar që Mariani të mos ndiqet thjesht për t'u arrestuar, pra, dhe për të vazhduar masat për burg, por të shihet edhe gjendja e tij mendore, pasi ky person nuk ka pasur në asnjë moment shfaqje të sjelljeve agresive, qoftë nga deklaratat që janë marrë nënës së tij apo familjarëve të tjerë, por qoftë edhe nga deklaratat të personave të ndryshëm të cilët janë marrë në pyetje. Mariani ka qenë një nxënës i cili ka përfunduar shkollën e mesme, ndërkohë që ndishte shkollën e mesme ka punuar gjatë viteve të gjimnazit dhe menjëherë pas përfundimit të shkollës së mesme ka qenë në emigracion për 6 vite. Është paraqitur si një person i qetë, sidomos që nga ardhja e tij nga emigrimi nga muaji qershor deri në këtë momente që ka ndodhur ngjarja. Të gjithë familjarët kanë deklaruar që ka qenë një person i mbyllur dhe nuk fliste shumë, por kurrësësi agresiv. Ngjarja ka qenë totalisht e papritur dhe e pa paralajmëruar, le të themi, ndoshta nga sjellje të tjera janë këto deklaratat nga familjarët. Por për më tepër do të kemi edhe intervistën me avokatën e çështjes. Mirë, faleminderit Aldo, e ndjekim. Sapo u bë masa sigurimit, u vendos vlerësimi i ligjshëm i arrestit në flagrancë dhe caktimi masës sigurimit arrest në burg për shtetasin Marian Kodeli. Si paraqitet gjendja e tij? Është një ekzaminim paraprak? Akoma nuk është bërë një ekzaminim paraprak. Mariani akoma nuk e kupton veprimet që ai ka kryer, paktën aq sa unë arrit të kuptoj nga gjendja e tij. Akoma s'ka arritur të kuptoj gjendjen, veprimet që kanë ardhur si pasojë e këtij. Mariani shikohet si një person i mbyllur, i heshtur, nuk e di se çfarë ka vuajtur ai nga brenda, dhe sjellja që ai ka bërë është realisht shumë e rëndë, pa parashikueshme, pa paramenduar nga askush. Ka një veprim ka qenë një veprim i momentit apo ka pasur debate më të parë? Ka qenë një veprim i momentit. Familja e tyre në komunitet vlerësohet si një familje e rregullt, punëtor, shtetasi i ndjeri, gjejmë momentin që të shprehim të ngushëllimet tona për familjen e tyre, për si ndodhi një ngjarje shumë e rëndë. Është një paraqitet si një familjar i rregullt, punëtor, i cili ka kontribuar gjithë jetën për familjen e tij. Unë nga njerëz kam dëgjuar që ka qenë një person që ka pajtuar dhe gjaqe, dhe nuk e di se si mund ndodhte kjo situatë me këtë shtetas. Nga dëshmitë që keni mundur të merrni nga deklaratat e familjarëve, ama e djalit si është shprehur në lidhje me marrëdhëniet familjare, kanë pasur konflikte të mëhershme? Ama e djalit është shprehur që nuk kanë pasur asnjëherë konflikte. Mariani që 18 vjeç ka emigruar, ka qenë emigrant, më parë ka mbaruar shkollën e mesme, gjatë shkollës ka qenë në shkollë edhe ka punu në të njëjtën kohë. Gjithashtu, pas moshës 18 vjeçe ka qenë emigrant, nuk e di se si ka qenë dhe si është ndjera ai atje, pas kthimit ka qenë i heshtur, i qetë, i mbyllur dhe nuk në muajin qershor të këtij viti. Dhe ai po priste dita ditës që të priste një bilet që të kthehej sërish tek vendi i tij i punës, siç është shprehur. Para pak ditësh ju kishte vdekur gjyshja e tij dhe për këtë arsye ai është munduar, domethënë, të rrihet vetë sa ditë, siç është i ka thënë dhe jati, të rrish sa ditë. Mirë, është edhe qëndrimi avokat.